Ish presidenti Bamir Topi ka vendosur të qëndrojë larg politikës dhe të shijojë jetën e tij në periferi të Tiranës. Edhe pse nga pak veta dihet, ai është vëllai i doktorit të njohur Flamur Topi, i cili është një njerëz shumë human dhe mjek mjaft i mirë. Dihet që ish presidenti Bamir Topi nuk jeton në një vilë, por në një super rezidencë me muret e larta dhe me një hapësirë mjaft të madhe, të mbjellur me pemë e drur frutor. Rezidencë të tillë do ta kishin zilje dhe milionerët më të fuqishëm në Europë. Ish presidenti ka deklaruar se ai ka trashëguar tokën nga prindrit, ndërkohë që vila ku ai jeton prej vitesh është tejet luksoze dhe e kuruar deri në detaje. Si simbol të lashtësisë, ai mban në shtëpinë e tij një pemull liri për të cilën thotë se është 3000 vjeçare. Së fundmi, ish presidenti ka treguar detaje interesante nga jeta e tij. Ai u shpreh se edhe kur ka qenë president, asnjëherë nuk ka preferuar që të jetojë në rezidencën shtetërore, por ka banuar gjithmonë në shtëpinë e tij private. Sipas ish presidentit, në atë kohë, sipas protokollit, duhet të ishin njerëz që e ruanin dhe ato që i ofronin shërbime të tjera. Ai u shpreh se në kohën që ka qenë president, Berisha i ka rrethuar shtëpinë, duke dyfishuar numrin e rojeve jashtë, por ajo që Bamir Topi e etiketon si të dyshimt ishte se punonjësit e sigurisë jo vetëm që u dyfishuan në numër, por mbanin shënime për çdo hyrje dhe dalje që bëhej. Sjellja e tyre ishte e dyshimt. Mëtej, ish presidenti shpjegoi: dyfishimi i rojeve nuk u bë që të më ruanin shtëpinë, por për arsye sigurie, më shumë kontroll ndaj meje, ndaj çdo hyrje dalje që bëhej në shtëpinë time, si dhe çdo gjë që ndodhte. Ish presidenti është shprehur se Berisha i ka rrethuar banesën për hir të dyshimeve që ai kishte, se mos ndoshta Bamiri në shtëpinë e tij takohej me persona të forcave politike opozitare. Dyfishimi i punonjësve dhe shënimi i hyrjedaljeve bënte që çdo gjë të kalonte në skaner, e më pas t'i raportojë Berishës në kohë reale.